Po. Faleminderit shumë, mirëmëngjesit gjithëve. Më në janë 3 pika që po besoj për qytetarët të shumë rëndësishme i ditë. Pjesa e parë është që ne prapë do të votojmë pro, edhe bllokimi po vjen për atyre që votojnë kundër e jo deputetëve që po votojnë për. E dyta është me rëndësi me cek që kuvendi, kryesia e kuvendit, konstituimi i kuvendit do me zgjedhjen e kryesisë që janë 5 kryetarët edhe kryetari. E kjo nuk i takon krejt lëvizjes vetëvendosje. Nuk është se na i kemi fitu 5 kryetarët edhe kryetarin, edhe s'po bëjmë asnjë kompromis, por ju takon 3 subjekte më të mëdha politike dhe 2 përfaqësuesve të komuniteteve, me fjalë tjera kushtetuesjave që ka përcaktuar rregullat e lojës, thotë ju takon krejve, rrjedhimisht na takon përgjithësia me themelu. Edhe e fundit, me një argumenti i opozitës që po thotë zonja Haxhiu nuk duhet më votu për shkak se është e zhurmshme, është përçorse, u mendoj që në thellësi kjo është ofenduese. Ju duhet me kuptu që zonja Haxhiu ka qenë deputete për mbi 10 vite, ministre për mbi 4 vjet, edhe nuk e gjeni kërkon asnjë njoll të vetme në punën e saj të ndershme që e ka bërë gjatë gjithë këtyre viteve. Edhe zhurmën e përçarjen, këta po marrin për kundërshtimet e soja që i ka bërë për gjykatën speciale, për Zajrnicën. Mendoj që do të më konë vlerë shtume dhe arsye shtesë për me votu ato, po jo me kundërshtu. Për shkak se kjo po i bjen që opozita po thotë nuk e dojmë, ose nën vetdije po thonë që një gru që është e zhurmshme edhe që është e rrep në qëndrimet e soja na nuk e pranojmë. Po besoj kjo është një mizogjeni e heshtun që pju del në ndërdije, edhe po besoj që ata duhet me reflektu sot me votu për me zhblloku institucionin e kuvendit, edhe pastaj vazhdojmë të afatët që fillojnë të rrjedhin edhe të zgjedhja e qeverisë. Ne, jo veç ne, po besoj që qytetarët e Republikës jemi jashtëzakonisht të kënaqur me zonjën Konjufca, po propozimi ynë kësaj radhe ka qenë zonja Albulena Haxhiu në konsultim me gjithë deputetët përfshirë zonjën Konjufca. Që falenderit shumë. Por besu një dhash argumentet e mia, kjo nuk do të me zgjat për shkak se kuvendi edhe një herë po them. Kuvendi i takon 3 subjekteve, kryesia e kuvendit i takon 3 subjekteve politike, më të mëdha fituese dhe 2 përfaqësues të komuniteteve. Edhe është një trup kolegjial që bën administrimin e punës së kuvendit. Nuk ka asnjë fuqi ekzekutive. Prandaj është komplet e paarsyeshme mos me votu. Po me thonë nuk e votojmë Albulenën, atëherë është një farë seksizmi i brendshëm i heshtun e tyne që po thonë spedojnë një gru që është e fortë dhe e rrep në qëndrime, po pedojnë shka, një gru të heshtun që s'flet, po besoj që po jo nuk ka gro të heshtun, s'duhet me pas gro të heshtun, s'duhet më konë tema që kjo. Këto pe thot opozita, deputet të opozitës që thonë nuk na pëlqen Albulena Haxhiu për shkak të qëndrimeve që i ka. E na kemi edhe gazetare vojza dhe gro këtu që nuk po besoj që duhet me pranu këtë argument të tyne. Këtë po them. Po nuk ju takon atyre me propozu gro tjera. Na kemi propozuar, po jo, unë po them nuk ka qëndron arsyetimi i refuzimit të tyre. Pse duhet më refuzu Albulena Haxhiu? Ma jepni një arsye të vetme nëse dikush që të dikush ka. Po veç kuptoja që atëherë ka qenë tjetër lojë. Atëherë rregullat e lojës kanë qenë që nuk i ka taku fituesit. Nuk i ka kushtetuesja ka përcaktuar. Kushtetuesja pas kësoj, pas ponit, ka thonë i takon fituesit. Tash janë rregullat e lojës që na takon neve, edhe na e kemi propozuar zonjën Haxhiu, nëse dikush e ka një arsye të vetme mos më votu zonjën Haxhiu, ma tregoni, por kjo s'ka, kështu që po besoj mjafton. Nuk po duhet të bëjmë debat më shumë se mendoj që duhet me prit epilogën e seancës së sotme, megjithatë